jam zoti ty. Me mu bëj kujdes me fjalët e tua. A merr vetë. Vetë ti në ufyj aty ku nuk duroj dot nuk e le. Me shikimin e kam thonë kam jam zoti jashtë. Si ka mundësi më burr, që sa më të poshtër të jenë njerëzit, sa më të ndyrë të jenë njerëzit, aq më shumë e përmendin emrin e Perëndisë dhe të Zotit. Se si mund të ketë një Perëndi për shembull, një Zot për shembull, që ta le të verbër Stenaldon, të le të verbër një djalë kaq inteligjent, edhe t'japi sy për shembull Rogertit. Mendoj se i ka dhënë syt, po do të kesh një bole se s'ka mundësi. Rogertit dhe fancave të Rogertit. Se ka dhe fanca ky zotnia. Që i them unë fancave ty që është turp tjeri faci këtit, sepse ky nuk është shqiptar, ky nuk është malsor, ky nuk prezanton malsin, nuk prezanton shqiptarin. Ky ka ikur 13 vjeç në Angli. Ky nuk respekton as kanunin, ky nuk respekton as burrnin, ky nuk respekton as verbrin me sa duket, as invalidin, sa atje në Angli nuk kanë mbyt të flasin kështu këta. O, i vjen fatura e gjykatës atje në Angli, në Britani, kërcat bytha, kanë frikë t'i flasin, i thon zezakut vlla. Bro, i thon, a kupton? I thot verbrit tani këte, i punojnë gjithë ditën nga mjesim darkë me majt invalidët e Anglisë. Po në Shqipëri vllajt vet, një njeriu që ka nevojë për suport, dhe që është një djalë shumë inteligjent, dhe që nuk e ka pasur asnjë moment ndihmë nga shteti, sepse shteti i jep 50.000 lekë ndihmë sociale zemra në muj. 50 euro në muj. A kupton? Edhe ja ka dalë vetë jetë VIP. Po është ai VIP, është dhe ky kërma, që ju them unë juve që kërmën budallaj, lejeni budalepset, lejeni mos jepni vëmendje, mos e boni VIP, mos e fusin televizor. Se kështu ju ndodh pasaj, ju bëhet nesër, ju bëhet kryeministër, ju bëhet kryetar bashkie, ju bëhet gjyqtar, ju bëhet prokuror dhe qani. Qaj se meriton qash, se kështu është bo shqiptari sot. Kështu e bo shqiptari sot. Aman në zemra, edhe në kone e mverit, tu vra, tu sha, e tu spionu vlajnë e motrën atje, te partia e punës. Ka qenë për herë kam përshtypjen. Edhe Kastrioti kisha Hamzajn. Besoj se nuk është çështje kohe sotme, ka qenë për herë thjesht s'ka pas TikTok atëre.